Mbrëm në periudhën prej orës 23 deri në orën 4, punonjësit policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë kryer aksion kontrollues në objekte hotelerike në rajonin që mbulon ky departament. Me këtë rast, në një objekt hotelerik në rrugën Ilinden në Gostivar, në pronësi të JA 49 vjeç nga Gostivari, janë gjetur dhe ndaluar VA 32 vjeç, LA 36, AP 36 dhe KK 50, të gjitha nga Shqipëria, ndërsa në një objekt hotelerik në fshatin Zubovc, komuna Vrapçisht, në pronësi të RB 50 vjeç nga Gostivari, janë gjetur dhe ndaluar EU 39 vjeç dhe GK 25 nga Shqipëria. 6 shtetaset shqiptare janë ndaluar për shkak se kanë keq përdorur qëllimin e qëndrimit turistik, gjëgjësisht kanë qëndruar në kundërshtim me qëllimin e qëndrimit. Ato janë ndaluar në stacionin policor dhe kundër tyre do të përgatiten parashtresa përkatëse. Dje rreth orës 16:05, punonjësit policor të sektorit për punë të brendshme Tetov privuan nga liria një 67 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas një raportimi paraprak nga një 58 vjeçar nga i njëjti fshat, se i ndaluari kishte kryer ngacmim seksual ndaj vajzës së tij 17 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe është njoftuar qendra për punë sociale Tetov, ku pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:30 në rrugën Pançe Popovski Gostivar, punonjësit e policisë arrestuan NS 38 vjeç nga fshati Çajle e Gostivarit, sepse është sjellë në mënyrë agresive ndaj kalimtarëve të rastit. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Sot rreth orës 1:40 në Gostivar, punonjësit policor të Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar arrestuan NE 53 vjeç nga fshati Senokosi Gostivarit, duke vepruar sipas një raportimi paraprak se rreth orës 24:30 në një objekt hotelerik në lagjen Ciglana në Gostivar kishte shfaqur sjellje agresive dhe kishte dëmtuar një pjesë të inventarit. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 12:50 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën Kërçov-Gostivar, në afërsi të kryqëzimit të Mavrovës, një vetur Mercedes me targa gjermane e drejtuar nga IR 39 vjeç nga Kërçova është rrokullisur në rrugë. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar shoferi, ndërsa lëndime ka pësuar edhe një pasagjere 14 vjeçare nga fshati Streleci Kërçovës dhe AV 24 vjeç nga Rumania, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm Gostivar. Inspektimi është kryer nga ekipi i DPP Gostivar. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontrolli automjeteve dhe drejtuesve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar 32 shofer, 15 nga Tetova dhe 18 nga Gostivari për parkim të parregullt dhe 25 automjete janë ngritur me automjetin special Merimang. Janë evidentuar edhe 21 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 8 në Tetov dhe 13 në Gostivar.